Vitaminat janë, si të themi, ushqyesit kryesor të atij motorit të madh që quhet organizëm. Organizmi pa një vitamin të caktuar do të shkaktonte një deficiencë të caktuar, një mos funksionim apo dhe një patologji të caktuar. Pacientët të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme, sidomos nga sëmundje tumorale, pacientët të cilët janë ushtruar kimioterapive, duhet të kenë jashtëzakonisht kujdes për mos ta thënë që ndoshta duhet jeni kategori që të përjashtohen krejtësisht nga marrja e këtyre vitaminave. Është bërë trend kohët e fundit që të përdoret vitamina D në doza ndoshta edhe të pakontrolluara. Vitamina A sidomos duhet patur kujdes në përdorimin e saj gjatë shtatzanisë. Dieta mesdhetare për hir të së vërtetës është e cilësuar si një ndër dietat më të mira, lider i dietave ushqimore. Vitamina C ka veti të fuqishme antioksidante dhe mund të rrisi imunitetin në përgjithësi, por edhe kjo nuk duhet të kaluar.